një seri në lidhje me Instagramin e Amaris. Instagramin e Amaris e kam unë, e përdor vetëm unë. Amara nuk ka Instagram fare të downloaduar në iPadin e vet, as TikTok, Snapchat të gjëra fare. Thjesht ajo bën video apo foto dhe më nis mua që t'ja postoj. Kështu që se shikoj që që dërgoni mesazhe dhe flisin sikur është Amara, mesazhe me dashuri, komplimenta, po unë jam që i lexoj të gjitha. Amara është shumë e vogël për të pasur akses në rrjetet sociale. Instagramin që ja kam hapur dhe që prap e postoj me hope, kam bërë sepse shoh që ajo ka talent për këtë pjesën dhe pse jo, mos filloj të ndërtoj një profesion që është influencer dhe që mendoj që i përshtatet dhe ajo e ka me qef, ka asgjë gjëra të tjera.